Lajm perdet e shtëpisë. Siç e pa tek video e parë, pastrova dhomën e gjumit e fillova pastrimin e shtëpisë pas u ktheva nga pushimet nga dhoma e gjumit, edhe thash të heq edhe perdet se do jenë me tymë, pas kaq shumë kohe, edhe t'i laj një çikë, të laj xhamat me radhë, nga brenda i laj vet, nga jashtë vin që i lajnë se kemi dhe katin e dytë lartë, edhe nuk i harri dot që t'i laj vetë. Edhe i lëviza të gjitha perdet siç mund të shikoni. Tani me që unë i kam perdet të holla, nuk i kam të trasha, siç mund të shikoni edhe në kuzhinë edhe tek dhoma e gjumit. Unë do t'i vendos që të lahen, i vendos në larje në dorë, se po t'i vendos në larje në temperatura më të larta, më janë prishur perdet e tjera që kisha, edhe ndaj tani këto i kujdes më shumë. Pasi i kam larë, këto do t'i vendosë të thahen drejt edhe në dritare. Siç mund të shikoni, këto perde tani janë të lagura, unë do lë dritaret hapur, edhe brenda një ore janë të thara, kur kuptohet që duhet jetë edhe kohë e mirë jashtë. Shqyqyr që mua më bëri kohë e mirë këto ditë, që lava perdet, edhe që pastrova shtëpinë, edhe siç mund të shikoni tani perdet e i ndërim, do thahen aty siç janë, edhe dalin të hekurosura, nuk duhet që të merreni fare me to. Edhe prap ku a them që unë i kam perde shumë të holla, siç mund të shikoni, edhe thahen edhe dalin të hekurosura. Në kjo se janë perde më të rënda s'mund të funksionoj kjo mënyrë, po për mua funksionon tamam. Të kaloni bukur!